trokaste ti të kërkoj të fle, a një gotë të pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Të vinjë natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Hej, përshëndetje miq. Aventura e emisionit Çfarë më ofron do filloj sot nga Rjolli, pikërisht këtu në një fshat në veri të Shqipërisë në Shkodër. Mëtej, rrugtimi ton do të jetë drejt Velipojës apo Velikopolje, si quhet ndryshe fusha e madhe. Uroj që të gjejmë një fush, urojmë të gjejmë mirësi, urojmë të gjejmë njerëz të mirë dhe ju përshëndesim. Mirë. Po ju kështu përqef? Ne jemi nga televizionin shqiptar, në emisionin Çfarë më ofron. Kemi ardhur të gjejmë një mik të mirë, të ri, një zemër bardh. Do na ofronet paktën një gotë më huja diçka tjetër, meqense ju erdhëm te dera, ju gjetëm këtu te dera. Po, më gjetë te dera. Hajde. Fati jam. Po, mirë se u gjetëm. Mirë se erdhi. Mirë se u gjetëm, meqense vot se tat mikun. Vendasim kryet tavolinës. Kryet tavolinës. Kështu ka traditë malësori, zona jonë. Ju nga keni ardhur kështu sezon këtu, nga kjo Rjolli, se është Rjoll, Baks Rjoll, dhe Rjolli apo jo? Nga Resh, i malësia. Unë ka një të Rjoll, atje Rjoll to. Këtu u hap kooperativ, çfarë u bë? Kooperativa. Që erdhët tu të gjithë. Kooperativa. Çfarë keni punuar atëre? Unë kam punuar bujk. Bujk. Me qerë, me qie, me qie. Ka pas qerë këtu? Qerë, për se s'kena pas. Ka pas Kooperativa, domosdoshmë nuk më qeshin pa to. Si ka qenë zakonet këto, meqense ju pak më parë folët për traditat, si kanë qenë? Për tradita ka kanë nësh atër. Ka kanë konga me knu 5 herë me kilohet. Malësori. Ka kanë gjubleta, ka kanë takcirt, ka kanë kapuçi i bardh, a u don. Sot nuk dojmë jam ata po as në festival. Sot kanë humbur gjithë të vlerë, nuk ka mas. Kjo mos nuk begenis, lesni asmit. Po të këngën e këndoni akoma? Të këngën çfarë? Me kem baknua. Po me kënon. Djegën e kam dos. Pra pe kënon, ha? Realisht? Po. Do doni diçka, do doni një tillë. Kot me kënua sa më besoni ashtu sa thoni nuk është gjë e punë. Si nuk e beson? Po të dëgjojmë. Jo, po nuk e kupton këngën se e vërtet nuk kuptohet. Kuptimin ju nuk arrin me kuptu. Po s'ka problem, na i shpjegon zotëria. Atë kuptimi i saj, më baj, kështu që kuptimi i këngës ishte që një ishte që majt malit. Edhe kishte ardhur shkjau. Me pushtua, me him, me pushtua venin. Edhe ky fillon të thotë fjalë për tel thot. Thuaj Gjakovës çohet del s'na korta një poshtë me sherr. Pra këtu i knua, i ka bon thirrë katunit. Kurse ata s'kan ditë gjë. S'kan kuptuar gjë ata. Ka kuptuar katunin, a kupton? Hajde të dëgjojmë pak sa këtë këngë, meqense na i dhat kuptimin e kësaj këngë. E ke gati si se të dytë herë nuk kemi zoti. Gati.
Kongë të të ti. Nuk ka fjalë, nuk ka fjalë. Kanga me parë në për banketën e për ashtu, knohet kjo. Mos e mrapan e deklaron dasmën të hapur. Hajde gëzuar. Gëzuar i zotë i shtëpisë. Tankon. Gëzuar e ju bën mirë se arsi kur do arsi prap. E bo, i zotë i shtëpisë, faleminderit. Për gjitha. Mirë për ju. Edhe për ju faleminderit si keni ardhur. Sukses ande. Shtëpiat Po tona. marr. Fukarat. Do me të mira. Dhe mashnet. Me të mira. Kalofshi mirë. Mirupafshim. Nuk pafshim. Oj zoti i shtëpisë. Oj zoti i shtëpisë. Oj zoti i shtëpisë. Ju e shtëpisë përshëndetje. Unë e marr. Si e kaloni? Mirë. Hajde futemi jep. Futemi një herë dhe prezantojmë zonjën. Japet godela, çu? Okej. Hajde. Ne jemi nga emisioni çfarë më ofron nga televizioni shqiptar. Unë e Medi, tu kemi Kolin edhe Mari. Si e kaloni zoti i shtëpisë? Përshëndetje. Mirë se u gjetëm. Mirë se vini, është. Hajde, mirë se vini. Hajde, urdhëri. E po mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët, bra. Mirë se erdhët. Si shkon punët e? Po punët mirë si fshat. Çfarë ishte duke marr? Për momentin. Për momentin, Po drege. po shkoja të Verisja Bakti. Ah, keni bakti? Edhe më vanë logë Bakti ujse. Pa shumë vape malë, me më shkuj. Si quheshit se as nuk u prezanton fillimisht. Unë të quhem Kol Veloni. Kol? Kol Veloni, shati Baksarjo. Ju Koli jeni original nga këtu, nga zona këtu. Historikisht, unë jam fëmija i 12 që kam vinë këto. 2012. Djali jam i 13. Çfarë keni pas punuar këtu në Këtu në Rrjollë, më përpara, keni vetë më sënë keni kooperativa, në kooperativë bujqësorë, edhe kështu, me ndërtimin e në marron kooperativë, në tash. me ndërtimin? Pra ju e keni zbuluar vetë, jeni arkitekti i kësaj shtëpie të bukur. Po, vetë. Më dua t'ju bëj një kompliment për kopshtin, është i mrekullueshëm. Faleminderit. Ai jeni kujdesor. Po. Ju vetëm me zonën e shtëpisë jetoni? Jo, Zonë kam tuaj? edhe qunin edhe nusin, djalit edhe dy gëlamaj. Me bira, ko drege. Do të rollosemi. Mirë, po, Më përpara më thatë keni marrë me ndërtim. Jeni marrë këtu në zonën e po, Mjollit. në këtë zonën. Po, në këtë zonë në Rrjollë. Kjo ka qenë zonë e ndërtuar apo mbas Tërmetit? Të Ja, 79. nuk është kanë zona ndërtuar. Ndërtuar janë është zona aty sa merr ulesh nga mali, ndërmend më shumë Velipoj. Aja është ndërtuar më së Tërmetit, kurse kjo ne është Kjo ka qenë më e vjetër. historikisht është zona më e vjetër që është në Velipoj. Velipoja është kanë shumë ka arë shumë vite mas Rrjollit e banueshme. Zonjë, po uluni mos rini këmbë. Nuk e besoj se kanë zakon kështu me net guje shtëpisë, me net këmbë, apo? Ju zonjë me çfarë merreni, se zotëria apo ndihmoni ndo pak zotërin kështu? Na, Për të punë shtëpisë. me punë shtëpisë edhe i ndihmojmë me fije. Se nuk se jam punon me në, kurse na kështu për jashtë. Me nuse si shkone, si i keni? Shumë në shkollë. Me nusën rran nga herë, po. Tani nuk është e nevojshme të bëhet të pyetje ti, tani kush është më shumë. Pa ajo duhet me kanë me zoja se merri. Ju Ata si janë jeni martuar zonë- diku kështu? Po nga kjo zonë apo? Jo, po nga kjo zonë, po janë mas malit, në Torovica. Ne jena martu me Shkosi edhe në. Në Shkosi atë. Po si ka qenë që kjo historia? Në Shkosi, më fshin këtë histori. Në Shkosi. Sa kanë histori shumë domethënë se ajo thjesht ka thënë dikush e ka vajzë mirë filani, shko shihni ajo pëlqen, kështu i kas. Me kanë zanat vogla. Po çfarë realisht? Po sigurisht se si se kanë këto. Apo ishte Po dakord me direkt thënë- kështu me thatë thënë- pa e parë nuk ka problem. Kryesorja familja, se jo dhe vajzë. Kishte besim. Do thonë se kjo ka bën planin nga herë këtu, po s'po di kam i thua. Atje se pranojnë mo. Se planin e ka bën, ka mosh këtu. Gëzuar tash zoj. Gëzuar, më së u gjetëm. Më së u gjetëm. Si ishte punë e parë sot në Shkosi? Po jam fik me më sajna jam fik, s'kam lanë zama shpirtit me marrë. Tanë që kam pasë kam shit. Oh, Si edhe. Ka shumë ju pëlqeu. Është puna se diçka duhet me qua, na ishim fukarej, çfarë do të më ashtu? Duhet me shit lopën, viçin. çfarë vjen e martuar Ali? 75. 75.
Çka keni dy kujtim? Bukë sheqer, bukë misë me sheqer, është gjana kanë gjana me sheqer. Se më fasule shumë rrallë. Me që dhe sa ku për të kujtua, sa dhe që ta spikojnë ti s'mune besash, po shumë kooperativa ka kanë. Edhe ju në kooperativa po si? Shumë kooperativë. Po jesë në 2 orë në kam? Po. Këta shumë herë në rast të kishte që në bishin i kam jasho i zok malë me na marrë me qurë në punë, mëse ne në darkë i del dhe puna saj makinës, kretarit, shumë në leshe të ndroshën du i marrë në kam. Në korat e vështira që jepje maj spondit makinës. Maj spondit makinës, ato. Gjithsesi tani pam që rrugën u aksim. Ja, rruga unë nuk e besoj, ala se kjo rruga është e jona. Domethënë kalojmë për të. Si kena Kush e ka bërë këtë rrugën? Po këtë rrugën Fondi Zhvillimi? Fondi Shqiptar i Zhvillimit apo ja? Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Valut. Faleminderit për mikpritjen. Gjithë mirat. Zonë gjithë mirat. Kalofshi mirë. Mirupafshim gjithë mirat. Kjo dera s'ka nevojë me trokit, paktën. Kjo është hapur direkt. Hajde mirë se u gjetëm. Hajde s'ka se vapësh, le vapësh. Le sa të në u vaposëm. Si e kaloni? Mirë. Hajde mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm zonjë. Si e kaloni? Mirë. Ne jemi nga televizioni shqiptar, nga emisioni Çfarë më ofron. Kemi ardhur të testojmë mikpritjen, të gjejmë një mik të mirë. Lakurisht. Po dhe lakurisht mirë ishit. Po gjithë kjo vap, ç'a doni? Doni vishi gjithë? Për shajaku ç'a është? Hajde. Shumë vap. Hajde. Janë 2 gocat e çunit apo vajzës? Çunit. Jo, çunë. Sa keni? Sa vjen vajza keni? Na kena 2, një është një lanje me grua me djalë, me vajzë. 2 çuna? Të 2 çuna? Njëni është nuk ardhë, se në ka dek një çunë, ju i thoni 24, 25 vjeç, i thonë 44. Ka lanë gruan me 2 djelë. Qysh atje nuk në ka lanë çuni, ka ardhë i vogli, këto. Çfarë keni pas punu? Kooperativ. Mas jam lu për shtetit, më ka ra një drun, premje shtylla drunit për elektrifikim, në atë kohë, edhe më këtër një ashtë këtu. Ma prishën doktore, se s'dish në më këtër një bardha. Fatë ma më lësin, ata ma poqen me gjana, sa. Këtë tjetër tash është i plagosën të buz bebes, tap me i drun, me ato i hap një port, baktisht, me thonë, në atë kohë në kooperativ, tap me, edhe më loj gjaku, se si edhe këmu është më qoja i gjallin në Itali, di që më ka i parua shaf, se s'kam pa pave që ishte shkoshën të prek. Dhe për sa kohë ishin në kemp? Jam tash 35, 36. 36 vite. Nuk keni asnjë kurfar të ardhur tjetër? Jo. Kemi 20 dele. Ata kush pjeve, blinë ma, kush i lopë. Po kujdesen vetë dhe për dele dhe për lopët? Po kujdeset ma shumë groja, nuk ka pak i të pa ja. Dhe vetë i gjasë si për e bëni, si jetoni realisht? Ishte, kërku. Po zonja ka pension s'paku? Kjo ka 93.000, u kam 135.000 kjo. Po vetëm e këto jeni mundon me? Një ata luftojnë me ham, pim. Merre, pije jeta. Po. Hajde gëzuar dhe njëri inshallah me të mira dhe... Ta shka mu kem ju? Ne jemi nga televizioni shqiptar. Shqiptar? Po. Tirana. Cina këtë dhe lakurisht, qërë vesh e këmish? Po, hajtë ma bjerë këmishën atje se janë varën të kënë atje. Hajtë ma bjerë, për atë shkurt, me kërë shkurt. Ju nga s'ponë shpe zonje? Kja ma ka për e do. Dhe s'kam që majta shpe. Po pas keni qenë i keq kur keni qenë? Po, i shtirë. E sa rafan s'kja për e metë, e li grushta. Po ju si reagoni ty atë, kur bine me grusht? Kjo, që anë të bada. Pse me, jam me pa faj. Po që shkjo, s'jo vite keq, ju që shkjo po është? Atë në vite, diku keq po, u godiqim prap. Prit, si ka shpreja donë? Kemi shprejene? Ata që rrien duen. Si të shash, e dënë. Po janë të që si benzon, e lenë si të kalojnë dhe se dënë. E vërtet, po. E afro më i plak më fort. Ja, se na shohim. Afro më fije. Mos afro. Pa ai tani me që po ju thot burri. Jem për qafu po fort. Shumë mirë. E po, falënderit për gjitha.
Një Vështet. të gjatë kjo shi. Zonë me të mira, faleminderit. Mira, arshi. Stella, Mira, arshi prap. Ciao, miru pafshim. Miru pafshim. Dua t'ju kërkoj një gjë Ja me tjetër. zot. Ça? Një pjesë. Ta kputi si të ke shi. Shko në. Të vete ta këput Ha, ti. vetë. Mirë, ashtu do. Këtë ta marrim për Koli. Këtë po e marr për Edin, me që është pak e krim. Edin? Oh, Edin sa lirin. Edhe këtë po e marr për vete. Faleminderit. Unë vi nga larg, dua të të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Një lokal që ka perfekt. Po vëndi gjë? Dita se kaloni, përshëndetje. Se kaloni, në të tjetër. Sa po një mamu? Se kaloni, që një mamu, që një mamu? Se ke lotë shumë, ha? Me një mamu? Ha? Se kaloni? Hiç mirë, seri ju. A keni pas njerës? Njerës sa dush. Në mbytën e? Floksimal. Kajtë shumë? Shumë. Ne jemi nga emisionit çfarë më ofron? Nga Ajo televizori ofrojmë, shqiptar. çfarë bëni ju ofrojmë, çfarë bërë vlen banak bën çfarë dush, Qa du, çfarë komplet? pëlqen ty. E bëjmë një se nga i filmi koktejl. Jedhi magu. Udhi. Kjo për kë është një tani? Kjo është për gocën, t'ja bëj Është një për gocë. gocë. Mirë. Shake it baby. Është në rregull? Tani kthehet shumë direkt mbrapsht, ëh? Ja. Si kthehet më? Kështu. Havet kjo? Tani vëmë ato pipat? Vëm pipat e vëmë një dekor Një atje. Se na jena me dy krah, jena dhe socialista dhe demokrat, po e vëm një kur që një blu. Bravo. Po e vëksuar tash? Kjo është koktejl, ëh? Po, analkolik quhet? Inalkolik. Okej. S'ka ne. Si kishte emrin e lokalit të një? Mambos. Mambos. Mambos number 5. Number 1. Gëzuar. Ishte i jam. Ishte jo të kjo? Roba. Mja s'po ka blu. Të keqen, pa i gullot. Kalon shi një quna. Mirë po, që ciao. Mirë po, Kalon shi një. Kalon të kjo boqe për shkudri. Kjo boqe për shkudri. Kjo që ka njerës në duket. O i zotë i shpis! O i zotë i shpis! Unë s'futëm bëna. Do futemi? Ja. Të kasën atë? Koli! Koli vetëm e prim duke se s'po me dot. E pas ka njerës. O i zotë i shpis! Përshëndetje! Pas ka njerës më në fund këtu, në Velipoj. Mirë se u gjetëm. Gabim. Hajde një këtu. Oh? Se këshu i prisni njerëz e mirë. Njerëzit që ju vinë për mikpritjen, si është mikpritja, si janë këto, këshu i prisni ju. Ikni me vrapë, ëh, sa shifni kamera. Ne jemi nga televizionin shqiptar, nga emisionet çfarë më ofron. Testoj mikpritjen. Hajde dit për gosën, pak. Po për shembull çfarë? Mos dit për muzikë çon, po dit për ka. Ja. Ç'ka si jemi? Teta. Teta. Për çfarë tash? Kaç. Po i që duam të vim të t'ju takojmë mirë të shikojmë. A na vroni kot me uja, një muhabet homëna. Shko bjerë shishin bujë në një. Po shishin njerëz dhe. Futja. Po ja këtu në bord dorim, nuk do të bëjmë brenda. Ja këtu dorim. E më mirë se u gjetëm. Mirë se erdhë. Ky është Nibi. Nuk na i prezantuam, na thatë për Nibi, Klausi, çfarë bën Nibi. Nipi Klausi, shkollë, shkon në E gëzosh? shkollë, shkollën e ka marru, vjen e rrin verës të gjyshja, të gjyshe. e nana doja bilesena shkëndron kështu me folja gjyshja. Po mi shne lagja kaq është bazë. Jena lagje e lollën, nuk kena njerëz që janë njerëzit që përdojmë tonë jashtë tonë, me halën urë, të shkojnë punojnë në për toka. Po ju me qa merrni këtu gjithë? Ma si gjatë, tha që jena njerëz me hala, se në pension s'kena dola lame, si halët, Pse nuk e ndala si një akoma prata pension? punit, pse s'kam moshën, vite punit kam pak. Me qa keni punë që Kam punon në bujqësi dikur, në ferm, në nërmore bujqësore. Kam 20 vite punë që janë. Po këtu në Velipoj apo? Ku? Ja, kam bajtu
fshatrat leqë, se në Baldren. Fshatrat e leqë në Baldren, Torovicën. Dikur. Por me origjinë jeni nga Velipoja? Me origjinë malësore, nga Malësia Madhe. Nga Malësia Madhe. E po ti pse vjen të nona ti? Me bo plash. Me bo plash, me ndenë me nonën gjithë kohës, po nuk jetë moshës tënde këtu? Jo. Jo? Jo. Po ja pra nuk mërzitesh këtu? Vetëm me nonën? Jo. Dhe nona Të gatuan gjëra të mira nona. Po pa, që bën nona? Hajtë që bën nona din që të mira. Bërek. Shime, bërek, gjarat të Torulli. Qa bëri sot, nana? Sa ti isha të bo petulla atje. Petulla. Po përshin petullat në nanës? Po. Hajde pra. Hajde kaloshe mirë, faleminderit. Faleminderit shpresh. Kalofshi mirë dhe me shëndet. Faleminderit. Klaus? Pashi. Pashi. Upa, që ka qenë zilë. Je igër mo. Të bjene zile. S'mu s'punon zilja. Oj, zoti shpis! Pas kanë lënë qenë në kalogre. Hajde, ikim të këtë. Hajde, trokasin njërë të. S'para duke të shtu të. Oj, zoti shpis! Tune Velipojën ka nikur gjithë. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! Pas kemi qëllu në lagje të keqë. Familja Ndoc. Ndoc Zef Gjeka. Shpresojmë këtë këtu një. O, Ndoc! Tu s'ka zile. O, Ndoc! A ka njeri në shpi? Kom njeri ju. Pas ka kivi, ja? O, dam kivi. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! Mare së kap do të kivi. Po një do t'a kapësh për mua. Dhe s'na godas me di qifte. Koli e registrove besoj, nuk s'duhet ta bëj për dytë. Kjo është e mbyllur. Që ka e mbyllur, kol. Eci. E, provojmë këtu? Tu që ka edhe këtu e mbyllur. E, këtu ka dy dyer. Si t'japin që? Kjo atë ka. Po shmetje! Ndera pas, s'ja kaloni? Mirë të gjithëm, s'ta hapan qik dera nuk shu si paftuar këtu. A jeni mirë. S'ja kaloni? Mirë të gjithëm Velipoj. Atëre, unë e Amedi, Mari edhe Koli. është tu dhe kamera. Ne jemi nga emisionit Çfarë më ofron nga televizioni shqiptar. Si i keni mikpritjen ju këtej? Nga kjo zonë? Mikpritin, ne kena pas zakonin me prit miq. Bujaria jon me prit. Nuk kena Si pas prit për miq? gjedën, buke qif, kështu kena pas malësor. Si romakët dikur. Edhe romakët shumë e kanë pasur dikur. Tash na jena Buke qef. Na jena malësor, jo romak. Jena shqiptar. Ka më lartë. Atëre, do futemi apo të rinjë këtu jashtë derës? Jo, por zgjidhën nuk joft. Hajde. Hajdeni. E faleminderit. Por zgjidhën. Erdhëm direkt kështu, por nuk i pyetëm as për emrin. Për emën, Për emrin. unë e kom Dag Bori. Dag Buri, Bori. Bori, Bor. 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 Dag Bori. Jo Bor, po Emër i pa dëgjuar shumë. Nga janë? Këta janë emnat parëve tanë. Parëve tuaj. Gjyshi, katra gjyshi.
Bori. Nga kanë ardhur? Këta kanë ardhur ka Malësia, ka Razna, ka Vrithi. Mund kënë 350 vjetë që kënë ardhur. Ju çfarë keni pas punuar dikur? Bujk, bujqësi, blegtëri. Po këtu, zotëria ju jetoni vetëm? Këtu jetoj me grua. Po fëmit, këto nga I keni? Fëmijën I kom 2 djemë të I kom në Itali. Të 2 djemë? Po, 2 djemë. Asnjëherë këtu? Ja. Ju vinë pas here, pakën? Vinë ka herë, vinë. Një përmbesa keni? Po kum mesa. A ju merr mallin do paka? Po shra zotën, vinë, do I kom këtu a vinë. Më shohin. Mesën e mallë e kom këtu, në Velipoj. I keni Velipoj? Mesën e vogël e kom këtu Murgesht. Te Murgeshat? Te Murgeshat. Është Murgesh apo punon te Murgesh? Murgesh. Është Murgesh? Murgesh, po. Si është të kesh një fëmijë apo? Po, ka hi, pa të qif me shkua. Këtu është afër këtu te kishë. Ju jeni besimtar, domethënë? Besoj shumë. Prandaj edhe pranuat që futesh në Murgesh. Në fe besoj shumë. Po besoj, do të me besoj në Zot. A që zbeson aja kot mirë. Zot ka. Ka Zot. Mbesa që është Murgesh. Murgesh. Si ka emrin? Martina. Martina. Si e pritet atë momenti? Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka parë që është futur Murgesh. Mund të ketë është një 8 vjet. 8 vjet? Ha. Si e pritet momenti kur ju tha Martina? Martina. Kur tha që do futet Murgesh. Unë do shkoj Murgesh, tha. Am leni me shkua. I thash ta mu shmenja, po. Me gjithë shifi thash me shkua. Asnjë nuk pati kundërshtime? Ja, nuk pati kundërshtime. As prindrit e vetë? Ja, nuk I patin. As nona, as babas. Ja. Po mirë, qa moshe? Është 34 vjeç. 34 vjeç sot? 34. Do më gjithë shkajve ka falë Zotit? Pa Zotit kushtua jo. Ju vjen, si e bëni për të takuar? Vjen këtu, bilen e na tash nuk ka këtu se ka shku te motra me gjithë nonën e vetë, se kanë ardhur në pushime, kanë një, po ban 2 javë që ka këtu. 2 javë që ka? Do mund të vi shpesh? Me pushim. Ty takoj? Po, vjen shpesh. Po dini gjë për jetën e saj, ju tregon diçka brenda në Po, të është jetë e saj. Ja kushtua jo. Ja kushtua jetë saj. Ajo është edhe arsimtare, ato që I marrin fëmin, për I katunit. Mëson të fëmin, do thonë? Po, mëson fëmin ajo. Arsimtare. Mësime fetare apo? Arsimtare, po, arsimtare. Pra ka shumë fëmijë atje? Kisha që shkojnë? Mund bëhen dhe 80 fëmijë. 80 fëmijë? Po, si. Po, bëgjan. Zoti Dagbori, ju falenderoj që ndatë me ne historinë e veçantë të Martinës, të mbesës tuaj, dhe uroj shëndet dhe gjithë Shëndet mira, ja prim Zotit. Falenderime. Gjithashtu, Zoti ju bekoft. Zotit një moft. Me të mira. Hajde, me të mira. Hajde përshëndetje, si ja kaloni? Përshëndetje, si ja kaloni? Mirë, faleminderit, po juve? Nga po shkonit? Nga në shtëpinë tonë. Po si ka pasë? Shtëpia jonë. Nuk e di. Kam harruar. Këtu s'ka asnjëri këtu në këtë shtëpi? Ku I keni mos ka qenë nga ato shtëpi që ne kemi trokitur edhe s'ka pas një fare. Ka mundësi, shefet e zojnët, ja zotënjeshët pak më përpara në ty, në telefonit djathtë e bardhë. Pak më para. Kemi trokitur atje? Ka mundësi, po shefet e shi. Ne kemi shumë vite që nuk kemi jetu këtu. Viti I parë që jetojmë këtu. Kemi jetuar në Greqi. Zotri, po pse mos e bëjmë këtë bisedë më mirë tek shtëpia? Të shtëpia, o noni, edhe shtëpinë kemi. Hajde, meqense gjë mbyllur, tani ta gjën të hapur. Hajde. Ornoni zotri. Mirë se vini. Kjo është shtëpia domosdoshmë që trokitën që pa dhe nuk doli njeri. Ja, doli zoja shtëpisë ka sot. Kjo është shtëpia me kivin. Ora me kivi këtu. Ju e mbyll me kivi. Atëherë do të bëj denuncimin juve. Tash kam 20 vjet që jetoj në Greqi. E njeh tamam. Se krish tjetër ishte si normalisht, bëhesh i vendit. Kur njeh një gjuhë tuaj, është një shprehje e vjetër thotë. Sa gjuhë tuaj që dish asnjëri e njeri. Kjo është e vërtetë. Pse? Se ti për shembull gjuhën supozojmë anglezën, me ditë mirë, din tradit, zakon, ligje tana.
e Brahmi i e njësi shqiptar që i ke traditë zakonin ditë në dinë edhe këto tjera të mrapan, edhe ati ti të vend tjetër. Ju keni marrë për pasaportën greke? Nuk e kam marrë se fillën me na ba shumë pazardhaqe, përshtatësina, pagushim 960 euro. Ishte fjala mund të marrë shtote, i herë ishte për 3 muaj me marrë, masën e na thanë për 3 vjet. Masën edhe në qëse zel hupshin edhe lek, u isha veti 5. Veti 5 bashkë me familje? Po, familjesht, veti 5. Ma 960 euro, ku ti më deshë që të lek? Po fëmijët tuaj bën shkolla atje? Po. Në Greqi? Po. Kam të 3 vjet që i kam shkput të lidhet e... Me Greqin? E ke përse, jo lidhet me dokumenta, se unë 1 vjet ka që jem kryrë, unë e 2 vjet shumë marrë pranë. Atje çfarë pune keni bërë? Ndërtim, po punë më shumë dekorative, punë gurit, më shumë xhaqe, veshje shtëpiash, shtrime, isha gjëra dekorative, punim me gurit. Ku në çfarë vendi në Greqi? Në Kalavrita, zona Kalavritave. Po ku e morët këtë zanat? Unë kam punua qysh herët në Neshëne. Neshëne, nërmare, ka kënë nërmare shtetënore e Shkodrës që janë ban pallate. Po këta bënim gur dekorativ që morën, apo çfarë më është? Nërtim. Jetoj. Do më me gjitha. Jetoj të kam punuar këto në jeto, kur në bën në shkallën e sektorën shtëpiat që i ka thonë në kohën e Beri që janë ban, kur në shkallën e që ka tërmeku. Po, u bën këtu. 5 prill. Të vitit 79 ka ra tërmek i famshëm. Po i njëti si kur kanë kënë në 1905. Ka qenë terrorist në Moskë, ka qenë në Piqen. Ja, Piqen ka qenë në Kotor. Kotor? Kotori i bjen dhe bunës. Po. Ka lënë ulqinë në Sipër, thotë si. A ke pati mi që Gjirdec, ati i Gjerqë Leks, që të thotë që në afroni. Din tani ka korë që disa, më më pëlqenë, që është i lezetshëm. Gjergji tani për momentin nuk është. Ne i Gjergjin e përshëndesim. E bokur, përshëndetje, i jetë të lumtur, e shnet plot. E shnet. Ky është po një emision. Nga Velipoja. Ky është po një emision. Buka gjëra e vendit. Të gjërat e vendit. Këtë në Turqi, të përgatit na prej Zojës. Hajde gëzuar pra. Mirë se erdhët. Gëzuar dhe të shkuar të harruar këto histori. Kanë shkuar, kanë kryer të punë tash. Tash trit të vazhdojnë jetën e marë. Hajde pra nxime. Marsi. Mirë se erdhët. Hajde, jo prejtë marë. Natën e mirë. Natën e mirë gjithë. Natën e mirë. Mari, a do probosh ti si femër, se ndoshta frikson mes natës nga një mashkull, nga një zëmashkull? Ta provoj? Hajde, pre. Oj, zoti shpis! A ka njeri? Dol. Hajde! Hajde! Ja futi bravi. Hopa! Hopa drita, spaku. Mbrëma, në televizionin shqiptar jemi nga çfarë më ofron. Testoj mikpritjen. Si prisni miqt ju këte nga Velipoja. Mirë se u gjetëm. Mirë se jeni. Mirë mbrëma. Hajdeni. Unë Amedi. Si ju quajnë? Klotilda. Tu shkolli, mbrapa kamerës dhe Mari. Hajdeni. Klotilda, mirë se u gjetëm. Mirë se erdha. Ju ishën të dashne. Po. Jetoni vetëm tu apo se? Jo, janë edhe prind, por janë punë. Pa i vogli që doli aty, me breçka vogla doli, dhe moj brënda hyri prapë. Vaj, vaj. Ju me që merrni? Unë jam shkollë. Që shkolla? Biokimi. Biokimi, jeni akoma studente? Ku në... Ka që Shkodra? Shkodra. Ka Shkodra dhe? Biokimia? Po. Qa viti? Viti 3. Viti 3, si po esne me shkollën? Mirë. Po mirë, nuk bëhet pak se gjelos që kemi ardhë si meshku i shumë. Ke gjelos? Jo. Apo e që fliz zakonisht Shkodra? Jo. Hajde pra ullu. Na fin qik tani për bëshëm. Mirë. Mirë. Kemi martuar. 2 vite. 2 vite e keni për Shkodrë? Këtu vënali për plazhit. Unë jam të babi këtu. Ku e martuar, dhe qa moshe e martuar? Unë në 19. 19? Të gjithë e eja, po i gjithë ati? Të dy bashk. Ishte me dashuri virtuale, apo?
Te shkolla, kështu. Ka qenë mashkull ideal apo thjesht ka qenë dikush hajde tek e fundit po martohem? Jo, unë përderisa kam vendosur më martë me ta, për mua është kanë mashkull ideal. A është. Si është ai për shkak ideali që po përshuan? Më përshuan çik paga shumë kështu si tregon ai. Po, çam pëlqeu. Çfarë pëlqeu tek ai për shkak? Ashtë i qetë. Më pëlqen që ashtë i bukur. Ka tip, domethënë ashtë krejt ndryshe prej meshkujve tjerë. Meshkujve tjerë, paktën ashtu më duket mua. Ju keni fëmijë? Po. Sa vjeç keni? 3 muaj. 3 muaj? Të roj me të gjatë. Faleminderit. Zuar. Zuar. Po s'ka patre. Unë doja të pyesja si u ndjeve kur u bëre nën, me që është Hena e parë. Është vërtet ajo ndjesi që përshkruajnë të gjithë. Ashtë shumë e bukur, nuk përshkruhet me fjalë. Ashtë shumë e bukur. Ky është bebi vogël? Aha. Po bukur. Ja, pishima. Kujti gjante. Gja mabet apo babit? Mami, e diti nuk i pëlqeve, më duke. Po, shkënë shkënë si o tua. Mua! T'ju roj. Si e ka emrin? Emily. Po kur si ja vendos ti? Thash. Ma për Kristianin. Shumë emër të bukur. Faleminderit. Hajde uroj, me jetë gjatë. Faleminderit. I lezetshëm? E lezetshme. Faleminderit. Unë s'kam si takoj se keni bebin, ju puç. Besoj se nuk bëhet xhelos bashordi. Zhimle vogël, pa gjiu. Mirë pafshi. E po vete kjo shtëpia? Kam drejt. O e zotë i shtëpis! Që s'ka na zile? Oba! Oh, më rasyuse. E zonjë e shtëpis, mirë mbroma! Mbroma. Si e kaloni? Mirë, po ju. Ne jemi nga televizioni shqiptar, nga emisionet çfarë më ofron. A jeni mik pritës ju? Po? A jeni pritës? Po përse një gjithë shpis? Përse kemi diskutim tani. Po me kë po diskutojnë ato dy brenda? Me televizorin e me. Po flisë me televizorin. Po kështu i prisni miqt ju mbrapa derës? Jo mbrapa derit jo, po. A jeni çike turpshme? A? Jeni paksa e turpshme, apo ja? Keni turp? Jo me turp se kem. Mirë se u gjetëm. Mirë se vini. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Edi. Mirë Edi. Si u quajnë ju? Kesh me jetë. Si u quajnë? Faleminderit. Po Gjelenë më thonë. Si? Gjelenë më thonë. Gjelena? Po. Ky është shkolli këtu që s'shifet, që është me dritën. Dhe kjo është Mari. Si prisni miqt? Miqt si presni kur të vinë, miqt mos e gjithkush. Do ma ne jemi miq apo çfarë jemi? Edhe ne miq. Jo, miq jeni, di se jeni miq, ai nuk po presim me baj mohabete. Ishte më? A futemi ajo në shtëpi? Po ju futni pas kam kanë burrin se kam këtë herë. Si fusni? Po pse ju nuk prisni kështu miq kur vetëm burri pret, a? Jo, e ditën e pak e në burri, si futi? Ishte janë punë. Po një gotë më ujë ditë çka tjetër. Një muhabeta. Po çfarë keni bërë, ç'a bëni, me çfarë merreni? Ma bati bëu, ma ujë pa ta nap, ç'a tjetër. Po mirë ujë, më. Po pimi gotë më ujë. Hajde pimi gotë më ujë. Kur ndoni? E zonja e shtëpisë solli ujë vetëm për mua. Tash kur dojnë ujë dhe ta më thon tash. Ju s'keni me tash, si të më thon. A pra zanoda ju i kështu. Bushën edhe çik për tu bokolin. Po edhe çik për ta. Edhe po marrin. Mroma! Unë marr. Çfarë po bëni me këtë karrocën? Nga po shkoni? Shtëpi. Shtëpi kështu, dole shititje nga bregu. Po. Ishit në punë? Po. Çfarë bëndoni këtë karrocën? Për punë. Çfarë punë? Me çfarë merrni? Çfarë punë? Sa çdo lloj. Çdo lloj, jo? Çdo lloj punët. Punë marr atë. Marr paç. Kalofshi mirë. Ja kalofshi mirë. Hapa! E doni ujë më? Jo, nuk du më ujë, nuk du më ujë. Faleminderit. Zonjë, faleminderit. Faleminderit. Edhe për kaq? Edhe për jush. Kalofshi mirë, faleminderit që mësua dhe një zakon. Edhe jo kalofshi mirë, hajse di zakonet të mirë, kalofshi mirë, kjo është jetë gjatë. Kalofshi mirë. Me të mirë edhe jo, miru pafshim.
Hajt miru pafshim. O, mirë mama. Mirë mama. Përshëndetje, si ja kaloni? Mirë faleminderit, po ju mirë? Nga ishe zotëja juaj? Zotëja e me të shëtit më tash, s'kena tjetër punë. Po ju? Po halim me këtë dritë ju. Po me këtë dritë jeni kështu që të duket. Ashtu? Po si jeni? Mirë, si ja kaloni? Qa? Si kategoria 3? Nga po shëtisnit shu? Mira, territ është, për dritës, nuk unë I bin mu. Edhe këtu dini për shëtitje? Natën e mirë, bashkë. Natën e mirë, bashkë dhe ju. Mbroma, nëse u gjetëm? Si jeni? Se kaloni? Mirë, faleminderit, po jo? Si mund të jemi? Mirë, nëse u gjetëm Velipoj. Ndeni nga të vëshë, ja? Kemi sonë çfarë më ofron. Atëherë. Më ofron ti dhomë. Unë qose, do më thënë, hotelin e kam plot, por gjithsesi mundem ju tregu kushtet edhe m'ju dha një kart vizit për herë tjera. Si për herë tjera? Që ta keni. Se faktikisht hoteli procedon me rezervime që bëhen më përpara. Gjithsesi unë po bisedoj me shefin, pronarin. Sa do me telefon. Këtë zonë. Sa I pronari që në staf është edhe një vajzë e vogël. Bëjan që ki histori më kështu. Po mërë, ju gjemi dhumë të mirë shoha. Presim. Shpresoj dhe se fundit. Pronari nuk është një stonë për momentin. Provoni më vonë. Vasila, mund është marrë një sekund lutem kërkoj një klient? Faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Si. Mirë se u gjetëm Velipoj. Mirë, mirë. Ky është hoteli tuaj? Po. I kërkuam një dhomë recepcionit, thaj që nuk ka dhoma. Ju na gjeni një dhomë çfarë do. Një dhomë hoteli. Brodhëm gjithë Velipojën. Po sa vete jeni? 3 veta. 3 veta. 3 veta. Unë kam një shtëpi për vete atje. Mund të vini. Te shtëpia tuaj apo këtu te hoteli? Jo, këtu kena shtëpi këtu më në hoteli. Pas ke shtëpi brenda në hotel? Po. Mund të vini ta shikoni. Hajde shikojmë. Shtëpi brenda në hotel. Përshëndetje. Hello. Përshëndetje. Hello. Hello. Where are you from? I'm from Germany. From Germany? From Germany, yeah. I'm from Albania. From Albania, great to see you from here. National TV. Shkodra. A jeni shkodrane? Po. Jeni shqiptare? Po. Jeni burrë gru. Burrë gru? Po. Ku qytet në Gjermani? Mishe thu. Mishe thu. Ju dini shqip? I understand nothing, almost nothing. Pak. Di vetëm pak fare. How are you feeling here? So, you are okay? Honestly, it is wonderful. So I am really so happy with the people here. So the beach is beautiful. So my wife is beautiful. So I'm happy here. Did you have done the marriage here in Albania? Like a traditional Albanian? No, traditional, honestly. Yes, but in German. Kënga jonë ishte siamo la coppia più bella del mondo. Siamo la coppia del mondo. Si u njohët? Në mënyrë tradicionale, ishim në një lokal, edhe u pëlqym, shkëmbym numrat e telefonit edhe më ftoi për darë. Klasike. When you said you want to be my wife for eternity. Problem. Big problem. How it was that? Well, it wasn't a surprise. So I was just in the situation that I started to build a house, and a wife was missing there. And so it was an evening, and we were sitting in front of the television, and I thought now is the right moment because we're just building a house, and she was very much involved in the planning and all that. It was a romantic movie, or? It was a romantic movie, right? And so I asked her to do that, and so fortunately she said yes. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure. Faleminderit. Thank you. Faleminderit. Faleminderit. Bonsoir, messieurs. Comment sont les Albanais? Les Albanais sont très bien, très gentils. Je suis touriste, donc français. Donc venu à l'hôtel Vals, ça se passe très bien. Le personnel, les serveurs sont très bien. Giulio et Georgi.
Ils sont très bien. Comment sont les femmes, les Albanais? Les femmes albanaises, belles et gentilles. Belle et gentille. Merci beaucoup. Merci à vous. Ne do flemë në një nga këto besoj. Pa, jo të flenin pa një nga ato, do flenin. Një nga ato. Sepse në hotel nuk kish në hotel. Vasili, si keni filluar këtë biznes? Biznesin? Unë biznesin kam filluar në Shkodër me kafe në vitin 1999. Po pse në Velipoj? Lidhet edhe gjë me Velipojën? Jo, Velipoja di çam lidhi mua për shembull. Unë kam jetuar jashtë, kam ikë vitin 90. Kam dalë jashtë edhe kur ktheva 94, 95, tu kishte një xhirim njerëzish në plagë. Edhe erdha këtu në plagë, më ftoi motra. Edhe kam net një ca gabina të atëherë këtë shtetit. Prandaj keni vënë. Edhe ne dem këtu dhe mbani një përshtypje kishte njerëz shumë. Edhe kishte vene pak, edhe çmimi ishte shumë i lartë atëherë. Duke krahasuar me qytetin e Shkodrës. Edhe mbani çudit, plagë ishte shumë i virgjër këtu, nuk ishte i ndërtuar atëherë. Edhe unë bleva një të tokën këtu. Edhe unë dalova këtu e pashtë të tokën këtu dhe më doli një gru malësore. E më thamu, do të blesh tokë? Po i thashun. Tha $8,500. Papa, $8,500. I tha ke tokën tana po të shtetit? Jo, thashtë e emja. Edhe u ktheva mas 2 ditëve prapë. I tha du ta marrë. Tha e mori vesh që unë jetoja jashtë. Tha mu ja të shita $10,500. Tha mu tha ti ke peligjën e xet. Peligjën është ajo. Ku e diti që e kam xet i thashun? Pa ke lek sa muti tha. I ka unë s'ma dha. Edhe çaj bëna unë të mora djalin e Dyson, e solla këtu, bani pazar edhe ja la $8,500. Del Dysonin në Shqipëri, normalisht ju ishte ai para. E vendosëm, bani një kontratë para pragave, ku vetë erdhin në Shkodër, te noteri, para noteri di dolën përpara. Oh, çe ke thënë? Tha po ti e tha dhe firmova sot dhe ka histori. Gjithë familjarisht normalisht punoni këtu, në hotel. Unë me grup punoj, vllajën e vogël e kam, është tip menaxheri, nuk ndodhet sonte këtu. Ai ikën Shkodër Velipoj, vjen gjithë ikën darë. Për arsye se vllai i vogël u ka liru shtëpinë sot ju. Ju jetoni gjithë këtu? Vllai i vogël ja ka liru sot. Ne jetojmë nga 1 maj deri në 15 shtator. Vasili, me këtë bar të mrekullueshëm, mendojmë që kim diçka me kolegët e mi. Më marrin edhe me Kolin. Ne ju falenderojmë. Edhe shtëpinë e keni gati. Ju falenderojmë edhe pikërisht për shtëpinë. Edhe ju urojmë gjithë mirë. Po ju lo faleminderit shëndërimit këtu. Faleminderit. Ne po vazhdojmë. Kalofshim mirë zonjë. Me të mira. Mirë pashim. Mari, shkojmë pim diçka, edhe pas e kthehemi në dhomë. E nesër mëngjes bëj një dush të këshillit. Ha? Nesër? I sigurt. Po. Unë bëj mirë. Do të vinjë natë të trokaste ti, të kërkoj të flej, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Të trokaste ti, të kërkoj të flej, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Çfarë më